është për sunetit profetit alayhi salatu wasalam që agjeruesi kur ta çeli agjerimin e tij, pra kur ta çeli në kohën e iftarit, ta çeli me hurmë, me rutab quhet. Nëse nuk ka rutab me temër, është i lloj hurme tjetër, por që është pak më, domethënë, jo kaq e mirë sa e para. Nëse nuk ka mundësi, atëherë me ujë. Nëse s'ka mundësi dhe me ujë, atëherë me çfarë t'i jepet mundësia. Dhe gjithashtu është e pëlqyeshme që në momentin kur njeriu e çel, pra në kohën e iftarit, është mirë që të lutet, sepse në kohën e iftarit është një lutje, pra ose në kohën e iftarit lutja pranohet. Kush lutet në kohën, në momentin e iftarit, pra sa fillon e çelet, bën lutjen, kjo lutje me lejen e Zotit xhelle xhelalu është e pranueshme tek Allahu, se profeti alayhi salatu wasalam thot inna lisaim inda fitrihi da'watun ma turad. Thot agjeruesi në momentin e iftarit kur e çel, thot ka një lutje që nuk kthehet mbrapsh. Do thot që nëse ti lutesh, pranohet ke Allahu. Dhe kur themi që kur lutesh pranohet ke Zoti, çfarë do lloj lutje? Dhe njeriu është i lirë të lutet. Do thënë, atë që ai e shef përshtatshëm për veten e tij, për fenë e tij, për familjen e tij e tjerë. Pra do thot që të lutet, sepse në këtë moment është mirë që muslimani të lutet dhe lutja nuk kthehet mbrapsh, pra lutja pranohet në këtë moment. Por kanë ardhur disa hadithe të cilët na tregojnë neve se çfarë lutje ka bërë profeti alayhi salatu wasalam në momentin kur e ka çel. Është transmetuar ku profeti alayhi salatu wasalam thot Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftart. O Zot, unë për hir tënd agjerova dhe për e çel me riskun që ti më ke dhënë. Do të thonë, o Zot, unë për ty agjerova. Neve po ta analizojmë pak këtë si lutje, kjo lutje na tregon njësimin e Zotit xhelle xhelaluhu. Na tregon tauhidi, themi ne, që o Zot, Allahumma laka sumt, o Zot, unë për hir tënd agjerova. Do të thënë, agjerimin që unë e bëra për ty o Zot, sepse ti e meriton që unë për ty të agjeroj. Që do të thotë se ky agjerim vetëm për Allahun xhelle xhelalu bëhet, nuk bëhet për askën tjetër. Nëse dikush bën agjerim për dikë tjetër, le ta di se e para nuk pranohet ky lloj agjerimi, dhe e dyta nëse e bën si shenjë adhurimi për dikë tjetër, normalisht që kjo është shirk dhe e nxjerr njeriu prej islamit, sepse agjerimi është adhurim që i takon vetëm Allahut dhe nuk lejohet i bëhet askujt tjetër. Pra, në këtë hadith, profeti alayhi salatu wasalam thot Allahumma laka sumt, o Zot, unë për ty agjerova. Pra, për hir tënd agjerova. Pra, o Zot, unë agjerova për ty sepse ti më urdhërove dhe unë e zbatova këtë urdhër që ti më urdhërove. Pastaj thot, vazhdon pjesa e dytë e hadithit, wa ala rizqika aftart. Dhe me riskun tënd, o Zot, unë e çela. Me riskun tënd unë e çela, që do thot se këtë risk që ti ke, ta ka dhënë Zoti. Dhe njeriu në këtë rast pohon me një farë mënyre begatinë e Zotit që ja ka dhënë këtij dhe e tregon këtë gjë duke i thënë o Zot, unë me këtë risk që ti më dhe po e çel. Do thënë, dhe kjo tregon edhe kjo adhurim është që ti pohon begatinë, mirësinë e Zotit dhe po e falendron Allahun për këtë mirë. Sepse Allahu xhelle xhelalu thot wala in shakartum la azidannakum. Nëse ju do ta falenderoni Allahun, Zoti do t'ju jashtoj juve. Pra, ka gjë më të bukur dhe më të mirë se sa kur njeriu pohon begatinë e Zotit, dhe thot o Zot, unë me këtë risk që ti më ke dhënë po e çel. Pra, kjo që unë po ushqehem në këtë moment, apo që po pi në këtë moment, është kjo dhuratë dhe kjo risk që ti më adhurove mua. Do thot që unë nuk e mora dhe nuk e fitova këtë risk se jam i mençur, apo jam i fort, apo jam më i shkafti se kushdo tjetër, jo. Por e mora këtë dhe e fitova këtë mirësi se ti më adhurove, Zot.